Këtë 26 nëntor bën 6 vite nga tërmeti shkatrimtar i vitit 2019, i cili shkaktoi 51 viktima dhe mbi 3.000 të plagosur, duke u regjistruar si goditja më e fortë sismike në vend në më shumë se 4 dekada. Dëmet më të mëdha u raportuan në Durrës, ku u shembën hotele, pallate dhe ndërtesa banimi, ndërsa qindra struktura të tjera u dëmtuan rënd. Pas 6 vites procesi i rindërtimit ende nuk ka përfunduar dhe qindra familje janë në pritje të marrjes së çelësave të banesave të reja. Ndërkohë, pallatet e dëmtuara në lagjen numër 5 të qytetit Bregdetar qëndrojnë si gërmada, as nuk janë shembur dhe as nuk janë rikonstruktuar. Objektet janë kthyer në një vend grumbullimi mbeturinash, si edhe një strehë për përdoruesit e lëndëve narkotike. 2 persona janë nxjerrë të pajet nga ato objekte, ndërsa situata aktuale është kthyer në shqetësim për banorët e zonës. Të ngjashme me banorët e lagjes numër 5 janë me dhjetra në Durrës, ku nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga autoritetet. Ja, shikoj vetë si është, mbeturina, ujë, aty plot me plera, drogari, nuk kemi as pastërti, asgjë, nuk hapim dot dritaret. Jemi sëmurë, kurse disa herë kemi vetë spital urdhroja. Po përdorues të lëndëve narkotike vinë këtu? Plot. Të vish në darkë, mbas orës 9 këtu e ke plot. Do goca të reja, do nuse të reja, do trupa, lloj moshash njerëzish, mushet plot. Është edhe rrezik për fëmijët? Po, jo, fëmijët si nxjerrin fare njerëzit këtu, asnjë, dalin fëmijët jashtë te neve, asnjëherë. Është problem. Problem është me, kemi frikë, në darkë kemi frikë. Mbyllemi që në orën 8 mbyllim derën se kemi frikë, unë jam këtu te kati pa, kam frikë me zonjë. Ide tjetri që andej këtu brenda. Marr. Po, 2 nga ata përdoruesit e drogës kanë vdekur, ka ardhur policia mbas një javë kishin zënë jetën të vdekur njerin. Familjet e cilat jetonin në pallatin e dëmtuar në lagjen numër 5 do të strehohen në kompleksin e rindërtuar në spital, por kjo ka ndodhur vetëm me një pjesë të vogël të tyre. Kryebashkiaja e Durrësit Emiliana Sako bën me dije se dorëzimi i çelësave ka nisur që në muajin shtator, ku deri më tani ju është dorëzuar rreth 200 familjeve. Janë rikonstruktuar një numër i konsiderueshëm objektesh DS4 dhe janë drejt fundit një pjesë e tyre, të cilat kanë filluar vitet e fundit. Dhe lajmi mirë është që prej shtatorit ne kemi filluar të ndajmë çelësat në lagjen e re të rindërtimit dhe rreth 200 familje kanë tërhequr tashmë çelësat e apartamenteve të reja. Jemi në proces, mendojmë që procesi do të përfundojë shpejt, sepse punojmë pas hapi me dorëzimin e çelësave nga ana e kompanive që kanë bërë ndërtimin. Procesi i rindërtimit zvarritet pa afat përfundimi, ndërsa shumë familje vijojnë të jenë pa stre dhe pa punës qiraja.